Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut, do të flasim për tragjedinë që ndodhi në Koçan ku 59 persona, shumica të rinj, por edhe fëmijë, ndëruan jetë si pasojë e tragjedisë në një diskotekë. Atë që kush e solli këtë tragjedi dhe atë që po ndodh tani, për të analizuar situatën, do të flasim me profesorin universitar, njohësin mjaft të mirë të çështjeve të sigurisë së politikës, Zotin Bashkim Silmani. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe juve njëkohësisht faleminderime dhe ju dëshiroj suksese për punën tuaj dhe interesin e përhershëm mbar kombëtar. Faleminderit. Profesor, duket se heshtja vret, a është kjo një tragjedi korrupsioni për ta thënë më thjesht? Në shkencat e sigurisë është një çështje thotë e kundërta e sigurisë është pasiguria. Pasiguria tani ka disa forma dhe elemente që njihet ndryshe dhe gjendja e sigurisë. Pra gjendja e sigurisë nuk është statike, por vazhdimisht është e ndryshueshme dhe ajo vazhdimisht duhet të ndërtohet dhe të përforcohet në gjendjen e saj për të mbrojtur të drejtat themelore të njeriu, të drejtat personale, të drejtat e pasurisë, të drejtat e pronës, lëvizjes dhe jetës. Mirë po, fatkeqësisht, shkencat e sigurisë kanë nevojë për ndihmë të shkencave multidisiplinare, që në këtë rast është zinxhiri i lidhur me të cilën duhet të sigurohet siguria. Duke analizuar në aspektin historik, Maqedonia është vend i tragjedive, me të cilën asnjëherë nuk i ka trajtuar drejt rastet të këtilla. Po ti trajtonte rastet të tragjedisë, siç ishte rasti Mostra, rasti modular i spitalit të Tetovës, ku njerëzit në mjekim përfunduan në zjarre, dhe ajo përmbillja po të ishte bërë në aspektin gjithësor i drejtë dhe dënimet të ishin kapitale, sepse çdo dënim ka karakter riedukues për autorin dhe edukues për masën. Në ato momente, atëherë do të kishim, ose nuk do të ndodhte situata siç ndodhi në Koçan. Pra Koçani është vetëm një vazhdimsi e, unë ta quaj, morgu i krimit të organizuar institucional, që në Maqedoni janë institucionet ata që krijojnë situatat këtilla dhe vazhdimisht i kanë fshehur gjurmët. Ndërsi ka një rregull, thotë nuk ka krim pa gjurmë, por gjurmët gjithmonë i fshehin institucionet pas rrethanave që atyre ju konvenon. Pra në këtë rast pse e themi këtë? Se licenca e dhënies së godinave të trupzuara për të ushtruar veprimtari të ndryshme, detyrimisht jepen disa lloje të licencave që jep pushteti qendror dhe pushteti lokal, duke filluar nga Ministria e Ekonomisë, pozita ku është e trupzuar godina, hapësira e saj, sa është frekuentimi në atë raste, për sa duhet për metre katror për një individ, gjitha këto i parasheh infrastruktura ligjore e sigurisë. E tash, kjo godinë nuk ka asnjë element, pra bie në kundërshtim me elementin, sepse edhe hyrja dalse, edhe dera daljes emergjente, pra nuk është përputhur në aspektin e standardeve të parapara, se po të ishin respektuar këto standarde, atëherë numri i viktimave do të ishte më i ulët dhe viktimat do të ishin më pak, edhe të lënduar do të kishin më pak. Rësie se nuk ka as derë daljeje, as shkallë. Me thonë, kjo është një nga standardet bazë që i jepet ushtrimit të veprimtarisë për të ushtruar një veprimtari të caktuar. E dyta, po ashtu, pse është përgjegjësia policore dhe shtetërore? Rësie se pas ligjit për tubime, organizime, me një hapësirë të caktuar ku ka prej 15 deri 100 persona, organet policore janë të detyruara, por edhe organizatorët e qoftë të një demonstrate, të një ahengu, ose farë organizimi që tjetë, detyrimisht të paraqitet në organet policore, që e njëjta të mbrohet me mehanizmin e kundërzjarreve dhe të ndihmës së shpejtë. Kjo është paket sigurie në çdo godinë dhe në çdo tubim, qofshin tubimet jashtme apo të brendshme. Dhe fatkeqësia këtu është fasi institucionale, që asnjëra nga këto institucione nuk e ka kryer detyrimin e vet. Shpeshherë thuhet nga të dhënat zyrtare se ka qenë ilegale apo legale.
sido që t'jetë, qoftë ilegale apo ilegale, fatkeqësisht përgjegjësia bie mbi institucionet. Se edhe për ilegale, edhe legale, përgjegjësia janë institucionet. Dhe prandaj urgjentisht, e vetme gjë që duhet bërë këtu, detyrimisht ministrat, përgjegjës, institucionet të cilat janë këtu. E tash, nëse merret etiologjia e kësaj funksionimit të këtyre institucioneve, do të shohim se kush i bashkon dhe kush i ndan. Në aspektin e komunikimit të këtij zinxhiri institucional, duke filluar nga komuna deri te Ministria e Ekonomisë dhe ministrive të tjera, të momenteve që kanë bënë det për së drejti me dhënien e licencave të ndryshme, këto fatkeqësisht i kanë ndarë krimin dhe korrupsion. Do thënë, nga momentet që nuk funksionojnë institucionet, në ato momente vjen individi shpreh. Dhe shprehja do të thotë që korrupsioni është edhe aktiv edhe pasiv. Dhe këto janë dy ngjarje aktive dhe pasive në mosmarrjen e situatave të tilla. Prandaj çmimi i neglizhencës dhe korrupsionit sot u pagua me jetën e 60 personave që fatkeqësisht thjesht donin të rrgëtohesh. Edhe gjitha persona kishin prej një bilet me para, e cila i dërgoi pra një disko e ferrit, pra e paguan me para për gjithë këtë. Por si ka mundësi që aty kishte edhe fëmijë? Pra akoma më rënd. Po pikërisht këtu është edhe ndryshimi i familjes. Fillimisht është përgjegjësia familjare për arsye se të miturit nuk duhet të lejohen edhe me ligjesh para pas orës 20 ditë kështu me radhë, duhet të ketë një kontroll familjar. Mirë, por në këtë rrethana, siç duket, jo vetëm këtu, sepse nuk flas vetëm për këtë rast. Është përgjithësi që disiplina apo regjimi familjar detyrimisht është i brendshëm dhe familjar. Por nga momenti që këto persona dalin në publik, atëherë det për së drejti bie përgjithësia mbi institucionet policore dhe institucionet të tjera dhe bie në kundërshtim. Pikërisht bind teorinë që themi ne, se në atë diskotek ka pas shitje të lëndëve narkotike dhe nuk është përcaktuar kufizimi i hyrjes në objekte nga persona të mitur. Fatkeqësisht edhe kemi të mitur viktima. Pra është problemi se pikërisht bie te organet policore, për arsye se siguria ka ndryshime. Do të për hëngjë se për rastet e tjera, detyrimisht të ketë legitimiteti i personave ose bëhet verifikimi i personave çfarë moshë kanë dhe të njëjtëve duhet të ndalohen. Gjitha shkelet janë institucionale. Unë insistoj gjej dhe një element institucional për pasur një elemente që do të binte se dikush është përkujdesur për siguri. Me thënë, nuk ka asnjë element që ne mund të mbështetemi në atë të sigurisë. Rësie se, përmendëm në fillim, do të bimi që të ketë nga personat caktuar, organet policore dhe organet institucionale janë të detyruara të përcjellin ato me gjithë pakën e kundërzjarreve dhe atë të ndihmës së shpejtë. Pra, profesor, korrupsioni nuk është se ka qenë vetëm po të marrim qeverinë e kaluar, por ka vazhduar edhe në këtë qeveri që pak metra pranë Shkupit, nuk e kam parë këtë kasolle, e cila u kthye në disko, edhe nga 100 veta ndoshta që ishte kapaciteti i saj, vajti në 500-600. Ne përmendëm që në fillim se krimi dhe korrupsioni institucional është në fazën metastazike, dhe kjo fazë metastazike është krijuar mendimën e subjekteve politike që gjithmonë përplasjet apo mbulimin e krimit kanë insistuar që ta bëjnë duke hudhur fajësi njëra tjetrës, por këtu nuk ka hapësirë për hudhjen e fajësisë, për arsye se tani më janë bërë 14 muaj që qeveri është funksionale, por fatkeqësisht ajo nuk ka marrë me këto probleme të sigurisë, por është marrur me çështjen për të goditur shqiptarët dhe për t'u acënuar ato pak të drejta që u asiguron kushtetuta. Dhe prandaj dua të them se po të bëjmë edhe një krahasim me këto raporte, do të shihni që brenda këtyre viteve ishin viktima të autobusit vullgar, mbi 26 viktima, spitali Tetovës 14,
e kështu me radhë, dhe që ndodhi aktualisht nga institucionet shtetërore është dhënë shumë më shumë bujë se sa institucioneve spitalit modular të Tetovës. Me thonë edhe këtu ka një padrejti ndërnacionale që edhe ne shqiptarët gjithu solidarizohen me to, por për rastin e spitalit modular nuk u solidarizu as faktori brendshëm me nesh, por as faktori ndërkombëtar. Dhe kjo në atë çështjen e të shqiptarëve se dhimbjen e në një gjuhë, ndërsa flasin në gjuhë të ndryshme, por dhimbjet e shqiptarëve nuk i ndjej të tjerët si ndjejmë me ne. Dhe prandaj mund të flasim për shqiptarët një emancipim kolektiv shumë i lartë, me të cilën duhet të realizoj edhe nga para Maqedonës. Pra kjo është një tragjedi me të cilën na jep të kuptojmë se krimi dhe korrupsioni institucional me dhënien e licencave, unë ju garantoj që kjo nuk është vetëm me këtë godinë ose me këtë diskotek, por gjitha institucionet, gjitha objektet që janë të ndërtuara në Maqedoni nuk i plotësojnë kushtet e standardet, sepse gjitha licencat që u jepen ose me miq, ose me njohje partijake, ose nëpërmjet paras. Unë ju garantoj, vetëm sallonet e darsmave që janë të ndërtuara në Maqedoni, asnjëra nga këto nuk e kanë sigurinë, dhe ju garantoj që brenda viteve shumë shpejt mund të kemi edhe tragjedi të tjera, për arsye se në çdo institucion ku mlidhen njerëz